Dhe në arenën e re e Bardhazi kanë zbritur gladiatorët e vërtet. Për ndeshjen, cila është tematika e ndeshjes? Tematika e ndeshjes është qa na pret, qa do bënet. Ku e dimne, po ta dimne E di A-Y, do me thënë, jo A-I, po A-Y. Di A-I ka thënë të gjitha se qa do bëhet në vitet që do vinë, sfidat e mëdha që na presin, këto do diskutojmë me kolegë super të nderuar në studion tonë. Lodhan Muço, profesor, një figurat kryesore të Universitetit të Zojës së Këshillit të Mirë. E thash mirë? Edhe miki studios Bardhazi, edhe kjo e tyta ka rëndësi. Rikthehet fuqishëm në studion Bardhazi Liriana Kuçana, një nga përfaqësueset më elegante të Partisë Demokratike, të asaj që ka ngelur, do me thëmë që është rrudhur pak ajo, po s'ka gjë, do zgjerohet më vonë. Ka mbetur diçka. Do zgjerohet më vonë. Mirgit Vata, një nga djemt më të jashtëzakonshëm të kësaj studioje, figurë kryesore tek urdhri i, e thot vetaj së ndihmon e ngatroj, i punonjësve social, pra në mënyrë që mos e ngatrojmë asnjëherë, dhe një figurë e bukur e Partisë Socialiste, mendoj unë. Mendimet nuk vrasin njeri. Flogert Muça, atë e kemi vllas klasin pare, do se kemi konflikt interes. Flogerti sot që ka filluar Bardhazia, diçka bërë, që ta thoja këtu, live në studio. E ka marrë dikush, i ka thënë, o Flogert, do vish jo, i ka thënë, sepse jam ke Bardhazia. Që për Bardhazia është si... Jam ke Bardhazia. Si bombardim o vla. Është e vërtet apo jo? E vërtet. Është e vërtet apo jo? Faleminderit shumë. Po ne kemi agent sekret. Që ndani këtë kohë të çmuar me ne. Një sekond se duhet ta them këtë. Ne kemi një agent sekret në shtëpinë e Flogertit. Morea e vogël, e të cilën e kemi fanset e emisionit, edhe të librave të rion. Edhe të librave. Po mirë, tani kemi një qeveri të re, shiqyrje të freskët, digjitale po thuaj. Digjitale, po edhe pse në mandat të 4 është e freskët. Nes na intereson politika, po na intereson një gjë tjetër. Çfarë do të përfitojnë qytetarët tanë të dashur nga politika, nga qeveria Rama 4? Edhe 5-ër, edhe 6-ër. Ato që kanë përfituar për herë, ato që fitojnë për herë në qytetarët. Qa fitojmë ne? Qa fitojmë ne qytetarët, që se dim akoma? Qeverisjen, bra. Qeverisjen. Po fshatarët qa fitojmë? E këndjerë ti? Unë dorën e qeverisjes e di e gjithmonë. Të ngrohtë. Po. Ilirian, i beson ti këto? Mendoj që, po. Po me ziko priste, po. Sigura ka fajnë qeveria Ilirianës. Bërë asë një lojtë tentativë. Po jo, sigura ka fajnë qeveria Ilirianës, po. Mendoj që do përfitojnë ato që kanë përfituar 3 mandatet e para. Qfar? Ato që kanë përfituar. Qfar pra? Pra, mungesa e fokusit qytetar, mungesat e politikave publike. S'kan përfituar asgjë. S'kan përfituar asgjë. Edhe qeveria 4, ju siguroj që nuk do përfitojnë asnjë gjë, sepse Rama aty ishte, kishte kohë për të bërë edhe politikat e integrimit evropian, kishte kohë për të bërë edhe politikat publike për qytetarët. Tani ka marrë shumë seriozisht, është e vërtet, sepse tashmë Rama tashmë edhe mediat, fatkeqësisht edhe një pjesë të opozitës, i ka futur pjesë të kurthit të vet, duke diskutuar për diellën. Pra tani punët do të na i bëj diella. Pra pjesa tjetër e qeverisë do të jetë diellu ju bëf po. Diella shumë punëtore, edhe shumë nikoqire do të bëj gjitha punët e qeverisë. Po mirë, diella. Do t'ja lehtësoj punët edhe Ramës, më sa shoh. Po me thënë të vërtetën, pra të shit te këto digjitalet, unë mendoj që kemi përfituar diçka. Se futesh atje dhe mbaron punë për 1 sekond. Mendoj unë tani. Mundet që e kam gabim. Nuk e mohon këtë as Ilirian. Jo, po thot diella. Iliriana mohon. Pikërisht me teknologjinë dhe inovacionin. Po pra, këtë po e them. Absolutisht, por ka një gjë. Kjo është një tallje e madhe për shqiptarët. Është tallje që ne fitojmë në kohë? Kjo është një tallje e madhe për shqiptarët. Të vish do t'ju thuash që unë kam sjell një ministër, do ta sjell edhe fizikisht ta ministrën diella. Edhe shqiptarët tashmë merren me diellën. Edhe tash është tema kryesore që po merrem. Tema kryesore është po merrem me diellën. Tema kryesore e gazit që të kuptohemi. Të lutem. Ndërkohë që opozita duhet t'i dëgjojë fjala në parlament, sepse përfaqësojmë 500.000 votues. Po të lutem tani, ai vuri diellën aty, edhe tha tani dëgjoni tha recitimin e diellës, sepse tash sa herë tha që opozita. Pse jam i bindur unë Iliriana që nëse do ishe ti në vend gazit, do kishe durimin të gjoje diellën dhe të argëzoje diellën. Atëherë, pse kam këtë përshtypje unë? Unë mendoj që për sa i përket pjesës së diellës,
Unë mendoj që qëllimi jonë... Ti nuk do godisje kur me Nuk do ta kushtetut. lëshoj kushtetutën a dora si që lëshuan ata ati. As me lule, jo me kushtetut. Për hir të vërtetës, unë nuk jam për atë model politik bërje, nuk jam as për, unë mendoj as për blokimin e foltorës, foltorja duhet shërbej për të folur për qytetarët. Kaq? Unë personalisht jam për një sër aksionesh dhe një sër betejash të cilat realisht kërkojnë qytetarët. Pra, jo vetëm 500 demokratëve që ju kemi borxh të madh dhe detyrim të madh, po ne tashmë duhet ju flasim edhe elektoratit gri. Dhe unë jam dakord në pjesën që ne nuk duhet, por duhet të kuptosh diçka. Kur ti je përballë një pushteti arrogant, Rama ka marrë mandatin e 4, është mandatuar, si që shikoni shkojnë në Theth, prishi shtëpijat, shkojnë në Valborn, prishi shtëpijat, arrogant dhe pushteti tashmë nuk... Iliana, 3 mandate keni përdorur të njëjtën formulë. Pse mendoni se e njëjta formulë do ju japë rezultat tjetër? Po si vjetë, olla? Unë mendoj që... Se do thyen ligjet e Einsteinit ta... Ore, po të qëllosh në ajër, gjithë ditën do kapsh në i zogë, vlla. Flogert, jam shumë dakord Nuk që kapet bjella, opozita duhet të gjej strategjitë të tjera, duhet të ullet dhe pa tjetër. Ndërkohë që sa t'i gjeni unë, do t'i gjojmë qatë të bëhet. Jo, po ne nuk është se nuk jemi, po jo pra, tashi, po ne nuk i tregojmë, Erion, ne nuk i tregojmë tashi strategjitë që do përdorim Opozita është pa fol pa qesh për i duart më përballë. Jo, se këta, vetëm një gjë, se këta e ka një nisëm që unë do doja shumë që të na e thoshte, se unë e kam me burime nga brenda PD-s, që do doja të na e thoshte Iliriana. Ka një nisëm të shpejt tani, apo gaboj? Po se kam iden, ti e gazetar... Ja ke iden që të shkem atë punë, po ti do të thuash tani. Nuk e kam iden se për çfarë nismash, do më thonë, sepse opozita ka një sër nismash. Po këto janë në të mirë. Cila është një nga këto nisma? Një nga këto nisma që është më interesant. Na e zbërthemi kujtën. Por duke na e bërë si Big Brother. Tronditje. Po e vërteta e thënë nga ajo do kishte kuptim se... Unë mendoj që... Thuaj ti lajmi që e kemi mendoj që ka një sër nismash të cilat do t'i shërbejnë opozitës, të cilat do t'i japin integritetin e duhur opozitës, dhe së shpejti... Kjo është retorik, po thash mos po thua atë që duhet thuash. Pra, do ketë një tërmet brenda Partisë Demokratike? Unë mendoj që... Pse nuk mblidhet Këshilli Kombëtar? Pse nuk mblidhen organizmat e Partisë Demokratike? Jo, po do e bëjnë diçka pra, apo s'po e thot? Unë mendoj që Këshilli Kombëtar do të mblidhet. Base se di më. Është organi i cili... Sa po e thash, do ndodhi tërmet brenda Partisë Demokratike. Po jo, po do ndodhi tsunami. I cili demokratët e kanë gjasuar. Ti ishin një studio se ku ishin, ja plasët të qeshurit u shkrit gjithë barkas, po le tani. Flogerti është gazetar dhe unë kuptoj ngacmimin e... Do ju kërkoj ty... Nuk do të bëj shaka me opozitën se du fort opozitën? Sa po të ndodhi tërmeti, unë do vi këtu dhe posë në ftuat, do hy do ndërpres transmitimin, sepse kjo që po them... Por e ke derën të hapur, s'ke nevoj të ndërpres, ne hapim vetë. Mos qeshni se nuk ndodhi tërmeti dhe Damiani, ndodhi edhe... Dakor, po ku ti thua tërmet? Tashi po m'jep shumë shpres. O, Flogert, ku ti thua tërmet? Do të shkarkohet në një nga liderat ish udhëheqës ose... Po, more po, të ndodhi rokade madhe. Dhe nga do vi ky lider i ri? Lideri i ri, atë pastaj është në dorë të... Atë pastaj ta shohim. Është në dorë të Ilirianës dhe shoqe dhe... Rata, tani, je i gëzuar që do kemi një parlament të ri? Shiko pa tjetër, ka një kombinim të figurave të reja cilat sjellën... Jo për figura, me figurat ku shikon figura, më të parlament, do kemi një parlament... Godin, po. Pa tjetër jam i lumtur me gjitha zhvillimi që do ketë, por ajo që të vjen Inshallah sa argjën shumë lek, domethënë. Edhe për opozitën nga sensi dhe shija e humbjes, pra ai që hidhur sa është, tani kanë kaluar. Po çau, se kuptoj pse merrni me opozitën ju. Jo, duhet të them diçka, po s'të po bëj një parantezë për dal diku. Po, di.